Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe kësaj radhe do t'i hapim një çik më ndryshe letrat dhe të shohim të dashur ujor. Jeni në mes të qëndroj apo të largohem. Dëshira është e madhe të qëndroni. Mund të jetë person apo në këtë situatë. Por kjo situatë sikur s'po ju jep as edhe gjë. As më të paktën nga atë që do dëshironit. Nuk ka siguri, është mbreti i monedhës, të dashuruarit, është në kuptimin e saj është zgjedhje. Dhe të dashur dhe është krijuar një lloj barre apo një lloj shqetësimi, është bërë një problem për ju. Ujor, çfarëdo që të jetë kjo, janë gjërat e qarta dhe unë do të thosha me këtë që shikoj, nëse është person, duhet të largoheni. Në këtë mënyrë do ja bëni të kuptoni personit që nuk do qëndroni në një vend ku as nuk mireni e as nuk liheni. Nuk do qëndroni në një vend kur dhe ju do, por jo aq shumë sa për të vendosur një gjë më të madhe. Tani për çfarë po bëhet fjalë nuk e di, mund të jetë situatë. Jeni në një punë që do të qëndronit me dëshirë, por nuk ka një kontratë. Kjo është ajo që dua t'ju them. Nuk dini do qëndroni në atë punë apo s'do qëndroni në atë punë. Dhe ajo çfarë dua t'ju them është vërtet keni investuar, jeni duke investuar, por që nuk po ju jep as edhe gjë. Çfarë duhet të bëjmë? Nëse është person ka dashuri, këtu ka dëshirë për të bërë për të arritur, por që për ta bërë personin të kuptoj që mund t'ju humbas apo që mund të largoheni, duhet vërtet të largoheni. Kuptoni? Duhet vërtet të largoheni. Nga që personi nuk mund të kuptoj mungesën apo të ndjej mungesën e juaj duke qenë ju aty. Në punë nuk do ju kuptojnë seriozitetin që po u larguat nuk do ju kenë juve aty dhe ju kanë nevojën, qoftë person apo qoftë punë apo çfarëdo lloj gjëje që është. Do të jeni në mes të dy zjarmeve, ta them, dhe cilën do ta zgjidhni. Unë do të thosha ta bëni të kuptoni personin apo punëdhënësin apo për çfarëdo që të jetë, të largoheni, që të kuptoj që apo ta ndjej mungesën që ta bëni t'ju kërkoj. Apo mos ju lejoj të largoheni, mos ju lejoj të ikni. Duke qëndruar të një lloj sikur depresioni, s'po besoni dhe po qëndroni aty, është paksa të luani rolin apo t'ja bëni tjetrit sikur jeni të dëshpëruar dhe me do e mos duhet qëndroni aty. Jo. Ne mund të largohemi absolutisht nga një person duke e dashur, por duke i patur ato boundaries, duke i patur ato kufizimet tona. Këtu ka përcen çdo limit që mund të përballoj. Kaq është e thjesht të dashur ujor. Bara është me kokë, çfarë si, prap, janë dy zogjë dhe këtu, të dashuruarit janë dy persona, dy situata. Është ajo barë që nuk po ju lë të shikoni qartë, nuk po ju lë të shikoni të bëni vendimin e duhur. Vendimi është apo dëshira, në fakt është ajo siguri, ajo dëshirë për të patur mbreti është siguria vetë, është stabiliteti vetë. Dhe këtu për momentin nuk ka asnjë stabilitet apo asnjë siguri. Prandaj më pëlqen të punoj në një punë që kam një kontratë që më thotë je këtu me vendim që të mund dhe unë të jap më shumë. Të bëj një krahasim
me mua dhe ju. Nëse ju s'do bënit ato komente, nëse ju s'do pëlqenit videot e mia, nëse dhe unë s'do lexoja normal. Për çfarë të lexoj? Pse më duhet të jap kohën time për njerëz që nuk janë të interesuar? Derisa të kem interes nga njerëzit, nga ju, dhe jam falënderuese për atë, unë do lexoj. Është kaq e thjeshtë. Do thotë, këtu po qëndroni në një gjë që nuk ka siguri në të ardhmen, qoftë person apo të punë. Ka ardhur koha të vëm pikën mbi i. Ta kemi të qartë ne, ta ketë të qartë dhe personi. Apo unë dhe ju.